4 persona kanë humbur jetën në fatkeqësinë e djeshme natyrore në Tetov dhe rrethin, ndërsa një vajzë raportohet e zhdukur. Sipas policisë së Tetovës, nga vërshimet jetën e humbën HF, 83 vjeç, nga Shipkovica, AM, 14 vjeç, nga Shipkovica, RA, pambushur 2 vjeç, dhe AI, 7 vjeç, nga Tetova. Trupat e pajet të HF, AM dhe RA janë gjetur në Shipkovic, ndërsa AI në Reqicë të Madhe. Përveç kësaj, një vajzë e moshës rreth 6 vjeç, me inicialet DA nga Shipkovica dhe një 61 vjeçar nga Liseci, janë raportuar deri më tani si të zhdukur. 4 persona kanë humbur jetën në fatkeqësinë e djeshme natyrore në Tetov dhe rrethin, ka raportuar policia. Sipas policisë së Tetovës, nga vërshimet jetën e kanë humbur HF, 83 vjeç, nga Shipkovica, AM, 14 vjeç, po ashtu nga Shipkovica, RA, pambushur ende 2 vjet dhe AI, 7 vjeç, nga Tetova. Trupat e pajet HF, AM dhe RA janë gjetur në Shipkovic, ndërsa AI në Reqicë të Madhe. Përveç kësaj, një vajzë e moshës rreth 6 vjeçe me inicialet DA nga Shipkovica dhe një 61 vjeçar nga Liseci janë raportuar deri më tani si të zhdukur. Në stuhin e djeshme apo në fatkeqësi natyrore, gjithashtu me lëndime të rënda mbetën edhe 11 persona, shumica e tyre prej Shipkovicës, Selcës, Xhepçishtit dhe Reqicës së Vogël. Një pjesë e tyre po mbahen në Spitalin Klinik të Tetovës për mjekim të mëtutjeshëm dhe disa janë liruar nga trajtimi. Stuhia ndër të tjera ka shkaktuar edhe daljen e lumejve nga shtrati në malin Shar, duke shkaktuar ndalimin e trafikut si dhe dëme të konsiderueshme materiale në shumë ndërtesa, obore dhe makina.